kaluar 2 vjet tashmë, e pabesueshme, koha fluturon. Po, Me si pres t'i takoj, kush e di se si kanë ndryshuar. Do t'janë rritur, a? ajo është e sigurt. Shpresoj që të dalin të gjithë të kthehen këtu shëndoshe mirë. Piratët e ekipazhit të kapelës Prekashte tashmë kanë bërë një emër në të gjithë botën. Mirë, ti je i pari fare që ke ardhur. Por si kështu? S'ka ardhur ende asnjë nga të tjerët? Më duket se nuk kanë ndryshuar fare. Ribashkimi e ekipazhit të kapelës Prekashte. 10 ditë më vonë në një tavernë të qytetit. A e more vesh se komanda e përgjithshme e marinës është transferuar. Çfarë? Me të vërtet? Po, ka lëvizur në bazën Gënji për të vizë kuqe. Ishte një vendim i admiralit të madh të ri. Pasardhë si Sengoku të ka çuar Selin në po të njëjtat ujëra. U jetojnë edhe bëjnë ligjin 4 perandorë të mëdhenj. Pra tani komanda e përgjithshme ndodhet në botën e re. Prandaj janë shtuar zonat e jashtëligjshme në këta ishuj, duke qenë se këtu tani është vetëm kontingjenti i Gënji që i kërcënon. E kuptoj. Kjo e shpjegon përse qyteti mu duk më i rrezikshëm se 2 vjet më parë. A e lexove këtu? Po, mbeta i habitur. Kur t'ja merrte mendja se piratët e kapelës Prekashte do të ishin kthyer sërish në këmbë? Për 2 vjet s'është dëgjuar asnjë fjalë për ta. Prandaj zërat që nuk janë më të gjallë duket se janë me të vërtetë me bazë. Përkundra si shiko, Raberi po rekuperon shok të rinj. Këtu po mblidhen shumë piratë që kanë fituar provat e rënda të mbijetesës në tetrat e pjesës së parë të blusë së madh. Do të duhet një ekipazh i madh për të shkuar në botën e re dhe për të lundruar në ato detra. Do të ishte një përvojë e jashtëzakonshme, gati do ta provoj të përfshihem. Apo tallesh, aty ka pirat me shpërblime që i kalojnë 100 milion për kokë. Si mendon se do të marrë një gjysmak si puna jote?